Naila, a jeni çfarë zonjë? Patjetër. Tani çfarë do na thuash në vajzave të reja, të lutem? Unë do them ju lutem shumë jini materialiste. Po? Ambientoj fshatit, ambientoj qytetit, ambientoj familjes, ambientoj me bashkëshortin. Ajo është gjëja kryesore. Po tani bashkëshorti si duhet jetë? Duhet jetë i përshtatshëm, si për ty dhe për ato. Duhet keni respekt për njëri tjetrin, duhet marrë lidhje me njëri tjetrin. Pra mos shohim lekun. Po shif lekun, çdo lekun, po që bashkëshorti lidh me bashkëshorten, po që janë çift i lidhur, leku vjen vet. Vjen leku, ë? Vjen leku. Se mirë, po jo piqo me një, ky që ka kështu, ky që ka kështu. Ky gjatë, ky shkurtër, ky bar, ky zi. Kjo familje e përshtatshme. Tani më thuaj pak. Kush duhet ta doj më shumë? Gruaja burrin apo burri gruan? Në çift janë të dy një lloj, barabart. Barbart, ë? Si burri gruaja. Po. Burri duhet të jetë i përkushtuar ndaj familjes, gruas, edhe gruaja duhet të jetë e përkushtuar ndaj burrit. Gruaja kthehet mjes të krosë robët e burrit, ta lajt, ta shplajt, të ketë robët gati, atletët gati, shumë plakë kom la atletë kom ngresh aty. Po burri ç'a duhet bëj për gruan? Burri duhet bën gjithë gjonat. Po ai gruaj. Ç'a ke nevojë të nemrit? Ç'a ke nevojë? Ç'a bi, ç'a do shtëpia, ç'a do fëmia, ç'a do familja? Po jo kot. Tani ato unazat e Floririt tregoj pak. Po, duhet blej sa florin burri. 250.000 lekë marr. Më kanë marrë fëmijë, po. Je shumë mirë Naila.